kontorët biznes, unë nuk kam dëshirë të quaj oligark, por është një grup i caktuar njerëzish të cilët bashkëjetojnë me të në pushtet dhe në marrëdhënie ekonomike. Ai ka ndërtuar një perandori në kuptimin më rrjedh të fjalës, një perandori duke patur pushtetin politik në dispozicion, pushtetin ekonomik dhe një aleancë të fshehtë me krimin. Mjafton të analizojmë përgjimet e fundit që kanë sjellë shërbimet partnere, kanë konfirmuar me fjalë që qeveria e zotit Rama nuk është problemi që nuk po lufton krimin, po ajo tashmë është në mënyrë të konfirmuar dhe të vërtetuar, është në bashkëjetesë me krimin. Dhe duke vazhduar tek analiza për të dhënë përgjigje shqetësimit dhe pyetjes dhe shqetësimit tuaj, duke parë natyrën e pushtetit në cilën ai ka ndërtuar, është pothuajse e vështirë që ai të japë dorëheqjen përballë një proteste të tillë, pavarësisht nga pjesëmarrja. Arsyeja. Kur unë citova një fjalë që sot pushteti dhe krimi flirtojnë dhe ndajnë bashkë qoftë pushtetin ekonomik dhe politik, do të thotë një fjalë që Rama sot nuk e kontrollon pushtetin e tij totalisht. Po janë pikërisht ato që janë ndihmuar në 2025 për të marrë 83 mandate, të cilët ja imponojnë vazhdimin e pushtetit për të shërbyer interesave të tyre që sollën në pushtet. Kjo është problemi më madhor sot që ka protesta me qeverinë, për hir të vërtetës. Dhe në këtë lloj pozicioni që është sot për protesta dhe qeveria, ne shikojmë fjalë që çdo ditë temperatura e përballjes sapo rritet. Kjo si protesta është një nga protestat më moderne. Jo vetëm në Shqipëri, sepse në Shqipëri është një rësi për të të vërtetës. Kjo për pjesëmarrjen, kjo për jetëgjatësi, sepse po afrohemi rreth një muaj që protesta ka lindur edhe çdo ditë rritet. Pse është problem për qeverinë? Sepse ne thamë që sot qeveria dhe krimi janë bashkë. Po shikosh protestën në kujdes, ajo nuk ka paruar asnjë incident. Dhe ku ka patur tentativa për provokime të cilat kanë qenë pafund, qoftë nga njerëz të futur nga pushteti, pra protesta për hir të vërtetës ka treguar një model qytetarie, vendosmërie, kohezioni, edhe tashmë fjalë në ditën e saj të 26 apo 27, ajo profesor po fillon piqet edhe politikisht. Shikojmë tash se si qëndron pushteti përballë protestës. Ka angazhuar një makineri të jashtëzakonshme të propagandës. Analistë brenda vendit dhe jashtë vendit. Mallë të importuar apo dhe mall vendi, mallra të skaduara apo fytyra të reja të bërë me makjazh. Ka ofenduar dhe intimiduar element të caktuar të protestës, të cilët e kanë një qëllim të caktuar për ta provokuar, për ta ofenduar, që protestat të dalin jashtë modelit të saj. Brenda protestës ka një pjekurim të jashtëzakonshme për të kontrolluar emocionet. Kjo tregon që ato njerëz janë të vendosur në kërkesat e tyre. Ato i kanë shpalosur kërkesat e tyre në mënyrë shumë të hapur, të drejtë për drejtë, totalisht të realizueshme. Por këtu mungon vullneti i klasës politike, që sot drejtohet dhe menaxhohet nga kryeministri Edi Rama. Kjo është shqetësimi më madhor. Deri kur fjalë të dy palët do të ruajnë gjatë postin. Do të mundet të kontrollojnë emocionet pavarësisht nga provokimet e vazhdueshme të pushtetit. Ne kemi parë element që ja kanë provokuar protestën, kanë ofenduar përfaqësues të protestës dhe kanë tentuar me çdo kusht të intimidojnë familjar dhe përfaqësues të asaj proteste. Por protesta për hir të vërtetës sapo vjen dhe rritet. Dhe ajo që unë gjej një kënaqësi në këtë lloj bashkëbisedimi dhe po e deklaroj të hapur, protesta ka filluar të piqet politikisht.
pavarësisht në fjalë se aty ka pasur tentativa për t'i dhënë një devijim të caktuar protestës. Tashmë protesta nuk e kontrollon më Edi Rama. Në qoftë se në fillimit e saj Edi Rama ka qenë shumë interesuar që protesta të vazhdonte, për të fituar kohë, për të tërhequr vëmendjen nga skandalet e qeverisjes, por ai nuk ja arriti dot, sepse ai shesh për hir të vërtetës tregon një mullet, një urrëtie të jashtëzakonshme. Në atë shesh nuk është vetëm opozita. Nuk janë më vetëm njerëz të cilët nuk kanë fare lidhje me pushtetin. Në atë shesh këtë qytetarë që i përfaqësojnë të majtën, kanë familjarë të tyre në punë në pushtet. Dhe ato, pra rinia ka guxuar të thyej atë të cilët ky kishte vendosur pothuajse një gjendje gjumi prej 14 vjetësh. Kjo është gjithë, si të mund ty, ajo të cilat na ditë po shkojnë drejt përplasjes të dy forcat. Qeveria në rastin konkret ka humbur çdo lloj qetësie. Nuk e kontrollon dot as emocionet dhe as protestën. Tentuan ta provokojnë me heqjen e flamurit pranë ambasadës izraelite. Kjo është një akt shumë i rëndë, sepse ne dim mirë, ne kemi pjesë e protestës. Ne kemi parë shërbimet të policisë, qoftë shërbimet civile, qoftë shërbimet me uniformë. Por për çdo organizim të protestës, policia bën instruktazhe. Dhe si ka mundësi në fjalë kur policia po identifikon pothuajse pjesë ndërmuese të atyre që janë protestues, jo atyre që janë aktivë, apo kanë identifikuar, filtruar, tentuar për të shantazhuar, por dhe si e kanë arritur. Por si ka mundësi ai drejtues i policie, kur ka bërë një plan masash dhe një plan vendosje të trupës të policisë, kur ka bërë instruktazhin e forcave të policisë, kur e kanë ditë shpërmirë itinerarin e protestuesve, si ka mundësi ndodhi në hundën e policisë ajo hyrje dhe heqja e flamurit, pra këto janë provokime. Është në vazhdim në provokime. Qofse mani mend kur kemi biseduar në fillim fare bashkë, në fillim u akuzuan shërbimet greke. Pastaj kaloi nga konkurenca që do prodhonte pra një investim akoma i pa miratuar, i pa investuar, i paralizuar, i pa ndërtuar dhe i pa i futur në eficiencë, do na krijonte probleme destabilitetit të turizmit në rajon. Fantazi të Ramës pirë në marrëzi. Pastaj akuzoi islamikët. Kur e pa që nuk i funksionoi, pastaj pa që mund të kenë shërbime të slave, të cilat i përmend shumë pak, sepse ka një dashuri të jashtëzakonshme për Vučićin. Dhe pastaj ta mund të jenë shërbime të ruse, ku nuk përjashtoi asnjë. Në ndërthëm ka thonë që janë edhe njerëzit të Sorosit, dhe njerëzit e Velit, edhe sheshin e kontrollon opozita. Po, është e vërtetë. Sheshin e kontrollon qytetarët e zemëruar me pushtetin, qytetarët e zemëruar me motivin e qeverisë së Edi Ramës. Kjo është mos e vërtetë. Pjesa e dërmues aty i përkatin e opozitës. Por ne nuk po bëjmë ndarjet e ngjyrave të flamurit, sepse flamuri kuqezi është mbi të gjitha. Kjo është ajo që Rama nuk e kupton me fjalë se kush është kauza reale e atij sheshi. Kauza reale e atij sheshi është sepse Shqipëria nuk është në shitje. Edhe një sekond, lutem, edhe një sekond. Sepse duhet të përmend një moment që është shumë i rëndësishëm për dëgjuesit, për qytetarët, për protestuesit dhe për pushtetin. Pasi tentoi të ngarkojë jo shërbimet iraniane e tjerë, tash në ka protesta e të shtunës që kaloi, që ishte një protestë nga më të jashtëzakonshme që mund të jenë realizuar në Shqipëri, një pjesëmarrje e jashtëzakonshme, tentoi në mënyrë të hapur të akuzojë qytetarët e Kosovës duke lidhur këto akuzë me eksponent të UÇK-s. Këto e kalojnë nivelin e një provokimi përballë pushtetit, protestuesve dhe asaj që është shumë e rëndësishme se pushteti dhe protesta. Pra Shqipëria është më e madhe se pushteti i Ramës. Shqipëria është më e madhe se ajo kauza që kanë qytetarë që kanë bërë pushese. Por për hir vërtetës, kauza reale e atyre qytetarëve është që Shqipëria nuk është në shitje. Unë kur kam përqyruar statusin, kam vendosur edhe një foto. Foto me 2 pyste në mes të sheshit. Por unë aty kam parë fëmijë, 1 vjeç, 2 vjeç,
apo 10 vjeç, të cilat kanë hedhur në krah të jamurin kombëtar. Si mund është do ti kryeministri shqiptar, ti akuzosh njerëz të qytetar, ti akuzosh se janë vënë në shërbim të shërbimeve të huaja, dhe të tentosh pastaj të ngarkosh emocionalisht dhe politikisht për të krijuar një ndasi midis qytetarëve të Shqipërisë dhe qytetarëve të Kosovës. Duke përdorur disa eksponent apo aleanca të fshehta të opinionistëve apo të politikanëve kosovanë. Atëherë unë të deklaroj në mënyrë publike. Nuk e përjashtoj mundësinë se mund të ketë patur një qytetar 2 apo 10 nga Kosova. Ajo protestë ka qenë një protestë puro shqiptare. Sepse Shqipëria është në rrezik dhe Shqipërinë pushteti i Tiranës e kanë nxjerrur në shqyrtje. Kjo është ajo që desha të mbyll dhe për të vazhduar të pyetja juaj. Pra, ajo protestë ka një kauzë mbi kauzat. Shqipëria është e shqiptarëve dhe Shqipëria nuk është në shqyrtje. Familjet tona nuk janë shqiptje, fëmijët tanë nuk janë në shqiptje. Dhe Shqipëria i përket shqiptarëve. Si e keni parë, zoti Stafa, 5 pika të cilat janë paraqiten në protestë nga grupi organizator dhe pikërisht mbas këtyre 5 pikave ka pasur edhe sulme të drejtë për drejta ndaj zotit Dritan Goxhaj. Atëherë, unë thash në fjalë që po bën çmos në fjalë që të intimidoj. Ato kanë tentuar të gjejnë për secilin nga ato pjesëmarrës, sidomos për folësit, të gjejnë edhe të kontrollojnë edhe përbërësin e projekt të 4 të 5. Në qoftë se ato kanë patur një gjyqe që dikur ka bërë gabim gjyqe në lidhje martesore, ato do të tentojnë me çdo kusht t'ia gjejnë, edhe të dashurin, edhe kohën ku e ka trajtuar gjyqin. Sepse këto janë pjellë e një pushteti për hir të vërtetës nëpërmjet këtyre makinacioneve ka mbajtur pushtetin. Por Rama duhet të kuptojë një gjë. Sot nuk e man dot në pushtetin në këtë lloj forme, sepse ajo masë e stërmadhe, e cila nesër do të jetë po në